Një shpërthim me lëndë plasëse ka ndodhur në hyrje të një dyqani në aksin rrugor Fushkruj Derven. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2:15 dhe raportohet vetëm për dëme materiale. Sipas policisë, dyqani i përket shtetasit Donald Luka 30 vjeç. Dyqani në pronësi të 30 vjeçarit Donald Luka përdorej për përpunim dhe shitje mishi. Ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes, ndërkohë që grupi hetimor po punon për të identifikuar autorin. Donald Luka rezulton i njohur për policinë pasi në mars të vitit 2022 është akuzuar se së bashku me të vëllain rrahën kuzhinierin Indrit Qela për një parakalim të gabuar. Në atë kohë u arrestua dhe babai i tyre, Lesh Luka, pasi pas një kontrolli në banesën e tyre, policia gjeti të instaluar një shtëpi bari. Donald Luka dhe vëllai i tij Ernest Luka dhunuan barbarisht kuzhinierin Indrit Qela, aso kohë 39 vjeç. Qela së kohë u dhunua me grushta. Shkelma e leva hekuri nga dy vëllezërit Ernest Luka, i cili u arrestua pak pas ngjarjes, dhe vëllai tjetër Donald Luka u shpall në kërkim. Indrit Qela ishte duke udhëtuar me makinën e tij tip Smart në momentin që është nxjerrë zvarr me dhunë nga dy persona. Më pas, ai është lënë në rrugë i plagosur. Kanë qenë dëshmitarët në vendin e ngjarjes që kanë lajmëruar ambulancën dhe është dërguar në qendrën shëndetësore të Fushkrujës për të marrë mjekimin e duhur.